Vazhdojmë të mbesim në Dragash për t'ju sjellë një histori tjetër suksesi. Bedri Ajupi nga fshati Zëm është një blegtor i përkushtuar i cili në vitin 2006 nisi të përkushtohet këtij zanati. Në fillim kishte vetëm 3 krerë lopë, ndërsa sot numëron 43, ku shumica nga to janë qumshtore. Pavarësisht vështirësive, ai nuk u dorëzua asnjëherë, madje çdo ditë në fermën e tij është motiv për të nesërmen. Përkushtimi i tij ndaj kafshëve dhe cilësia e produkteve që ofron janë një shembull frymëzues i lidhjes së ngushtë mes traditës dhe zhvillimit modern bujqësor. Rrëfimi i tij është inspirim për shumë të rinj, pasi Bedriu ishte vetëm 23 vjeç kur vendosi ta krijojë biznesin e tij të vogël. Ndodhemi në fermën e Bedri Ajupit, këto në fshatin Zëm të Dragashit, i cili pra ka fermën e lopëve me 43 krerë lopë, dhe tani do e shohim se si nis dita në fermën e tij dhe krejt fillimet e tij në fermë, domethënë me gjithë sfidat që ka kaluar dhe me arritjet që i ka tashmë. Dhe faleminderit shumë për mikpritjen. Mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjatëm. Me tregu drejt, këtu në Dragash si marrë në një vend tjetër, krejt një botë tjetër, me ajrin edhe me natyrën që e keni. Është kënaqësi gjithmonë me qenë në fshatin e juaj edhe normal në vendin e juaj, se natyra është shumë e bukur këtu. Edhe tash me borë edhe me e kemi pak mjegull, po s'ka problem. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve, mirë se keni ardhur. Atëre tregam pak a shumë për fermën tonë, këto domethënë jemi edhe po i shohim se ke një numër të madh të krerëve, edhe pse me një hapësirë kogja të madhe të fermës, domethënë ka kapacitet për një numër edhe më të madh. Tregam pak për fillimet, që sa vite merresh me blegtori, nga erdha ajo ideja, edhe mandej vazhdoj. Me blegtori unë si biznes mendoj prej vitit 2005-2006 kam filluar domethënë me shitjen e qumshtit. Ideja më ka ardhur, siç më thonë, kish nga 3 lopë, edhe ajtë ta filloj ka pak me shit qumsht, tu pa interesin, tu punu ka pak, ishëm si i ri, 23-4 vjeç, më kam përkra dhe familja, kemi vazhdue me shitjen e qumshtit, aty pak maraki, pak interesi, gjithmonë po lidhen bashkë kreta, edhe përkrajën e kemi pas të mirë, se gjithmonë jemi marrë me blegtori, do me thonë familja jonë. Tu vazhdue në vitin 2008, ishte një panajiri i komunës, që u mbajt këtu, komunal u mbajt për Dragash, unë e kishëm një lopë vetëm tracës, tjerat e kishëm ketë thuja se me leze, na i thona, se di qysh me përshkruhet, lopë jo e racës, tjerat e kishëm, edhe me atë lopë unë e mora vendin e parë në 2008-ën, në Panajir. Që ka qenë një parë shumë, po që aty deshta me lidh atë punë, edhe morë si simental, si racë simentalit vendin e parë, po në fund kur u zgjedhën këtë racat, Brunswick kishte, Holstein kishte, simental, bushat, kreta, prapë jam ja do më thonë, opet për kretave u zgjedh elit, ma e mira, si ku me thonë Miss Lopa u zgjedh 2008, po. Edhe unë një aty e mora një motivim shumë të fortë, një marak shumë të fort, edhe për krajë të fort. Pja aty fillova gradualisht gjithmonë, do më thonë, veç me përmisu racën. Në 2009 shkova bleva diçka Holstein, në 2010 prapë qashtu, në 2010 i ndrova të mijet, i hoqa të mijet, tu shtue, tu marë të racës gjithmonë.
Edhe pi 2010 ose kënaj gjithmonë kom shtue mushtjerat mija të kom shtue. Po, du më thanë, ajo ka qenë edhe një shtytje për ty, një motivim shumë i madh për mu marrë me blektori, po e tregove që në moshën 23 vjeç ke fillu mu marrë me fermë. E ke mendu ndonjëherë në shta punë para gjykuese? Du më thanë, në shta edhe ajo mosha e re, rinia, mu marrë me fermë, me uzgju herët mëngjes, e ke mendu këtë pjesë në shta ndonjëherë, mos pa para gjykojnë shoqënia, Po jo dhe ashtë shumë se u pata martu edhe pak herët, me 20 vjeç, do më thonë veç ishëm pata kriju vetëm familje, edhe do më thonë për krajën e kemi pas gjithmonë, se lopët e kemi pas gjithmonë, kemi pas edhe dele, kemi pas edhe bollica pak ma herët, dhe kështu që s'kemi pas problem nuk kemi pas, po kemi fillu pi fillimit tekniku kemi pas hiq, tu shtu kanë jo çdo vjet, për kraj kemi pas pi babës, baba nuk konë punoj kënë Gjermanie, kryesore, punoj kënë Gjermanie, fitoj ke boll para atër, na ka ndihmu boll, tash është pensionist. Vjen kështu ndonjëherë shef firmën? Mbrenda ditës pa tjetër mbrenda ditës, se bijën fëmijët e mi. Ndonjë këshill kështu? Po na jep edhe këshill mundohet, po kur e shet që jemi mirë, thot mirë. Edhe vazhdoni kështu ritën e numrit. Po na ku jemi konë të shtëpia në familje, atë jemi konë shumë keq. Po mendoj me komoditetin e lopëve jemi konë shumë keq. E kemi pas kufizuar, më shumë kemi pas 25 vende, edhe një vit tjetër më shumë e pas u konë veç problem me njerë. Dhe kështu vitin e kaluam, kom përfituar një grant, vlera 100.000 euro u konë. Kemi marru që stallën, më thonë që një vit e sa muj kemi kalu këtu. Besoj që nështë kjo ka qenë edhe sfida jote më e madhe në atë kohë, dhe më thanë deri në vitin e kaluar për shkak të fermës edhe të vendit që e ke pas shumë të ngushtë. Sfidë shumë e madhe, vetëm vullneti shumë i madh, interesi edhe u lidh edhe vullneti, edhe për kraj kemi pas familje, se kemi pas shumë problem. 25 lopë me ramemet në 3 pjesë me i rujtë kemi pas, në 3 vende. 5 qatje, 7 qatje, 10 qatje, dhe më thonë kretë, pjesë kemi pas, ato kanë shumë punë. Kush e kupton, kanë shumë punë. Edhe në familje, mrenda në familje, rrethume me kretë shtëpia, me banor kretë, mes fshatin me kalu me ple, me kalu me bare, me sone, me lopët, se lopët është i shojmë në këtu në kullota. 5-6 mujve që po të jashtë rrinë kullotën lopët tona. Edhe tash kjo ta ka lehtësuar shumë punën, besoj që tash është edhe vendi për me rritë edhe numrin, besoj në të ardhmen mendon ende... Mendojmë që aty është qëllimi jonë është me rritë numrin. Sa është nështë ta vendi për shtatshëm këto për fermë? Dhe më thanë për më urit me pas një shëndet shumë të mirë dhe lopë njëjtën kohë po dhe prodhimet vendore që fshati. Fshati janë shumë i përshtatshëm. Se ka të nartë sekret. Dhe më thonë, migrimin pak pe kanë, shkum janë qytet, gjonë nuk kanë hiq, thuja se hiq, toka kamit e papunushme, e punojmë kretë tokon, mile shumica na falemderojnë që e punojmë tokon, mës melon, mës nëj, është shumë e përshtatshme, për blektorinë është shumë e përshtatshme, bujqësia ma pak, se është nalësia mbridetare e naltë, e jona, po blektori është shumë e përshtatshme. Tregove që e punani tokën, dhe më thanë ushqimin e keni t'jujen për kafsht. Dhe më thanë nuk është që e bleni, apo se është edhe kjo pjesa që nëse e punan tokën kema pak hargjime? Ushqimet, menoj sonën vetëm prej tokës. Drith zerë. Drith kënë kretë gjithmonë, koncentratin e blejmë kretë. A është nështa me fitime ma pak të kjo pjesë për shak që lypë nështa ushqem shumë? Po besoj se po. Se masi... Dhe më tanë kjo vetë se kërkan punë. Po ajo... Qësh me thonë, kur ta punojsh tokën, kemi raste në shemull në Krushe, kemi fermer, ose ku do tjetë, në Krushe, po për shemull, kemi kolegë fermer, që a i dhaj mirët me lopë, unë e piti isha mundohë me blejë gjithmonë ushqimi. Kolomoqin po foli e sa në tjera. Se barën e këto i bëjmë bollë. Mas i fshati ketë ushbraz për lovesh, tash barë bollë ka.
Po, dëmë thanë të që të regova atë pjesën që i qatë në për kullota dhe dëmë thanë atë ushqeja. 6 muaj rejnë veç në kullota, gjithmonë lopët. Te fuqia punëtore ndalemi pak, ka nevojë, kujdesesh vetëm ti me familjen tënde apo edhe ke punëtor kështu, edhe sa mendon që vinë edhe punojnë punëtorët në fermë? Punëtor për momentin e kemi vetëm një, jemi me vllajin, edhe një punëtor e kemi. Jemi bashkë familja la 3 vllazët jemi, njënin se kemi këtu. Dhe me qëtë investim të shtallës nuk ka nevojë. Dhe më thonë edhe që ka që numëri me pas të madh, nuk ka nevojë që ta tresh jemi boll. 3 punëtor nevojë. Dhe më thonë ma shumë. Po, se besoj që ka arrit ajo pjesa që janë gjitha në sistem të lirë, qumë shte, dëmë thane keni atë pjesën ku veç bëhet grumbullime, edhe nuk është që ka nevojë ashtë si atëherë që shka qenë. Ska fjallë, edhe e plejt e kemi dëmë thane atë skarperin, trakon që e qonë drejtë në bazen, kemi sistemin e rishë, të thaje, mjeljen e kemi dëmë thane në tjetër anë, dhomën e kemi qumështit tjetër anë, dëmë thane, është në mbyllët kretë, shumë ma lehtë. Vish kushton me punu këtë edhe... Unë ju thëmë plot të rive, kemi punu shumë ma herët, se unë e kom shqitë shumë shamëll edhe me 22 cent, edhe me 19 cent kam pas rast e kemi shqitë shumë. Shtasho shumë mirë. Ka ardhë, plotëve ju thëmë, ka ardhë me punu pak, me fitu shumë. Kemi punu shumë, kemi fitu pak. Në atë kohën dhe më thonë se disa vjetë po bëjnë, unë afër 20 vjetë gati për bëjnë, përvojt me këtë punë. E shtash ka ardhë shumë pak me punu, shumë me fitu, po nuk e dojnë. Që është problemi më i madh që nuk e dojnë. Nuk e dojnë. Bujqësinë. Dhe na kemi këtë punëtorin të fshatit tu, edhe është në mosh, mbi 40 vjetë, edhe kalojmë shumë mirë me to. Jeni tash besoj një bo si familje. Që 3-4 vjetë si familje, pa problem, do më thonë, edhe jem si jem unë këtu, puna vazhdojnë, cili tjetë këtu, do më thonë, puna vazhdojnë. Kur të vjanë këtu në fermë, vjanë çdo ditë, qëndron deri në sa ora, edhe qysh të bën me undi. Krejt kjo arritje jotja prej moshës 23 vjeç. Në fermë, atje ku jemi konë, atje shumë sakrifica, shumë punë kemi bo, edhe kushtet jo shumë të love nuk janë konë, kur bëjshin mushtu e lopët zakonisht, thuja se gjithë natën gati jem konë në shtallë. Që tash ka dash zoti, në më thone kemi kriju që komoditet të punës, dhe kom dhomën e gjumit këtu, me shoqën banoj këtu, dhe më thonë, mas sabajnë, mas që e falim sabajnë, vjanë në fermë. Në fermë vjanë vishtu, nëse këtu kom dhomën, në fermë e kom dhomën, edhe mas sabajt, ka një kafe me shoqën, dhe shoqën aty, unë e filloj, vjen këj punëtori, kjo është jam i afër tu me shtëpi, edhe fillojmë 60-65 matë, veç fillojmë punës. Fillojmë me pastrimin e plejt, afrojmë ushqimin, afrojmë që e largojnë, ju shesim një 24 orë, ju shesim me mikser. Më në gjasë e bëni mjeljan e tyre? E kryim mjeljan, qumshtin çdo ditë e dërzojmë, me shitjen nuk kemi problem hiq. Jemi shumë të knaqur. Sa litra nësa shkon kjo mjelja e gjitha lopëve kështu? O gjatë ditës? Gjatë ditës, ato në varet për i fazës që shonë, tash për momentin i kemi 7-8 lopë jemi të mjel, kemi rreth 300 litra tamëll, po janë mushtu krejta, dhe më thonë janë afruve veç me muj, begi mushtu, ato kur shtonë veç nuk është shumë shtu i njëjë, sigur kur si në fillim, si në fund, jemi të knaqët shumë.